unë kam kërku që zoti Kurti të thirrë kryetarët e partive opozitare të gjithë në një takim të përbashkët, sepse ne nuk e dim se çka po flitet brenda në takim, dhe kjo është jo serioze ndaj Kurtit. Mirë po nëse bëhet një takim i të gjithë liderëve opozitar me Kurtin, kjo do të kishte sjell efekt. Mirë po ne po e dim që Kurti nuk po do me pas një zgjidhje, po dën zgjedhje dhe kjo po mundohet që fajin mja gjujtë opozitës, mirë po ne po shohim të gjithë që zoti Kurti po i dën zgjedhjet. Por spari, përgjegjësia kryesore i takon lëvizjes vetëvendosje, sepse ka shumicën parlamentare, mirë po ne edhe si aleancë kemi cek që nuk jemi kundër një kandidati konsensual. Ne ta gjejmë kandidatin konsensual dhe ne jemi të gatshëm me votu. Mirë po një kandidat partijak, normal që aty duhet një marrëveshje politike. Mirë po thash Kurti që nuk është i interesuar për një marrëveshje politike dhe normal po e zhagit këtë punën deri në momentin e fundit siç ka ndodhur. Ne e dim shumë mirë që në 2021 që edhe atëherë nuk i ka pas numrat për president, mirë po ka luftu dhe i ka bë numrat dhe ka zgjedh presidentin. Po tash nuk është i interesuar dhe çështja po vazhdon kështu.